Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, mirë se po takojmë sonte në takimin e radhës në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin ton Ky është i dërguari im. Kemi filluar të flasim për disa çështje të rëndësishme nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam që kanë të bëjnë me përditshmërinë e tij. Si ishte ai në shtëpinë e tij, si ishte ai me gruan e tij, si ishte ai me fëmijët, si ishte ai me të afërmit e tij. Që shumë se jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk është një jetë e parritshme. Pejgamberi nuk është një shembulltyr e pakapshme. Nuk është një shembulltyr iluzionare, por është praktike, e prekshme, e mundshme që të ndjeket. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ardhur shembull për njerëzit. Andaj mësimet e tij, udhëzimet e tij janë për njerëzit. Dhe këto që po flasim për të është dëshmia kryesore për këtë. Dhe në anë tjetër shumë edhe mësimet e pejgamberit janë mësime gjithëpërfshirëse, përfshin të rjetën e besimtarit dhe besimtarës. Nuk kanë të bëjnë për shkak me jetën e pejgamberit ose me udhëzimet e tij brenda xhamisë, ose udhëzimet e tij për shembull në raport me adhurimet e caktuara, por ka të bëjë me jetën. Allahu xhallahu ala ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasallam që të mëson të gjitha ato që kanë me jetën tonë. Na ndërton jetën në gjitha aspektet, në frymën e asaj që Allahu xhallahu ala e ka mësuar atë dhe Allahu është i kënaqur. Ta shohim pejgamberin për shmërinë se kanë pa. E kanë pa që ka ngër bukë, që është ul, që ka bisedu. Gratë kanë transmetuar nga brenda shtëpia si ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Si ishte sjellja e tij, si ishte kjo, e kështu me radhë. Që shumë se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte vetëm një figurë edhe kompletuar, po edhe kapshme, nga se ishte njeri. E ka aspekte që padyshim në devotshmëri, në aspekte është i parritshëm, është vërtet, po i parritshëm si nivel, jo i parritshëm si model. Këto dallimi. Nëse njerëzit këtë nuk mund të dallojnë. Pa arritshmëria e pejgamberit në kuptimin e nivelit, disa njerëz pastaj i bëjnë që ta trajtojnë edhe si të parritshëm në aspektin e modelit. Pejgamberi modeli i uni. Modeli si ka bë, si ka ecë, si ka tjera, me radhë. Mirë po, niveli i tij të vëshmërisë, i përkushtimit e kështu me radhë është nivel i parritshëm, padyshim se ka qenë dërguari i Allahut te barekuta dhe ka qenë në nivelin më të lartë të devotshmërisë. Nuk mund të arrijë askush nivelin e devotshmërisë, përkushtimit, trimërisë, bujarisë e shumë vlera të tjera në cilin ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andaj si model është shembulltyra jonë. Si model është shembulltyra jonë. Sot do të flasim për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, prap normal, nga se jemi duke folur për jetën e tij, por kësaj radhe me fqinjet e tij, me kojshit. Si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kojshit e vet? Kishte kojshi që jetonte me ta. Edhe të shohim se edhe praktikisht, po edhe teorikisht, udhëzimet e pejgamberit janë më të shumë serioze në trajtimin e fqinjeve, në trajtimin e komshiut. Njeriu të nderuar shikues është krijesë sociale. E ka të pamundur me jetu i vetmuar, i izoluar. Ndaj edhe shtëpiat e muslimanëve kanë qenë gjithmonë afër një tjetrës. Ka jetu afër. Edhe domthonë në aspektin e përmbushjes njerëzore që ta kesh afër njeriu. Pa në aspektin e udhëzimeve që mundësojnë një afërsi të tillë, mos me jetu egoist, mos me jetu i ndar, po me jetu bashkë me tjetrin. Ka nda bashkë gëzimet e pikëllimet, ka nda bashkë sukseset e dështimit, të gjitha bashkë ka nda. Fqinësia ka qenë thjesht veç një nivel i caktuar i raporteve shoqërore. Përndryshe, në kuptimin e funksionimit, shpesh kanë qenë raporte vëllazërore, familjare, si një familje. E ne kujtojmë të nderuar shikues para luftës, vite më herët, si ka qenë raporti fqinësor. E mojmë vetë në mahallat ku kemi jetu, në ndërtesë ku kemi jetu, ka funksionu gati si familje. Si familje. Kemi do me lujt në mahall,
nuk ka qenë më rëndësi pastaj të cila shpihen hanë bukë. Absolutisht. Ka se kemi qenë gati si një. Edhe në shumicën e vendeve në Kosovë ka qenë kështu. Ka se fqinësia medved ka qenë e kultivuar në nivele shumë të admirueshme. Për dhe mësat. Sot ka një shkputje, sot mund të jetojnë me vite njerëzët në një ndërtesë nuk njihen. Mund të përshëndetje si kaluat në ashensor dhe kaq nëse ka një problem serios, po, nga se i bashkon të lasheja. Mirë, po në esens, kaloj nuk njihen. Mund të kesh fëqin afer, derë më derë, nuk e din sa fëmijë ka. Nuk e din ku punon. Nuk e din për shembull, a ka një problem si mund të më ndihmu. Asaj për ty. Dhe padyshim se kjo gjendje është shqetësuese. Nuk po flas në kuptim të urrëties, armiqësisë, jo që kanë armiqësi, por është bën një lloj stil i jetës së tillë që gjithkush punë të veta. Nuk po themi me përzin punë të huaja, gjithkush e ka privatësinë e vet, gjithkush e ka atë intimitetin e vet të brendshëm familjar, normal. Mirë, po nuk duhet me qenë kjo privatësi kaq hermetikisht e mbyllur, saqë koishiu që është afër idenë se ka as kushie, as çka punon, as nga jeta jote e as ti nga jeta e tij. Përpara ka qenë normale, domthon, të mungon diçka të komshiu, fal aki më njëra. Sot nuk din ku me Turqinë së ndër. Po flas shumë në raste se elhamdullah ka vende ku funksionon fqinësia mirë dhe kështu me radhë, nuk ka për të qortuar, por po flas për shumicën e rasteve. Për një situatë që po dominon vendin tonë, ku fqinësia e ka hup kuptimin e vet. Fqinësia e ka hup rolin e vet, e ka hup funksionin e vet. E ne këtë nuk duhet lejuar. Duhet punojmë që të jemi, domethënë, të lidhur mes vete. Jo në kuptim të fqinësisë, po në kuptim të shoqërisë, e lërë më në kuptim të fqinësisë, e lërë më në kuptim të parefisë të familjes. Se kemi nevojë për njëri tjetrin. Njëri nuk ka mundësi vetë mja dalë. Mund të mendosh se ja del vetë në momente kur je duke kalu momentet këndshme, në mirëqenje, në rati, po dunja nuk ka gjithmonë kështu. Wallahi edhe dasma vetë nuk bëhet. Edhe gëzimi vetë nuk përjetohet. Sa më tepër njerëz janë pjesëmarrës në gëzimin tënd, gëzimi merr me të vërtet madhështinë e vet. Po edhe pikëllimi gjithashtu. Gjithkush nga ne kalon situata ku preket nga mërzia, nga sprova, nga pikëllimi, mërzia. Andaj të kesh një komshi të mirë që e don hallin me ta, e çon hallin me ta, ndihmon me vetë është shumë domethënëse. Veçanërisht kur kiet parasysh se jemi shumë afër. Ndërtesa të ndëruar shikues, jemi më afër se përpara me shtëpia. Shtëpia ka qenë këto, borri, pastaj një shtëpi më tonë, pap ka pas një distancë. Sa s'ka distancë. Pa di shumë ndërtesa dihet që shpëndërtohen, Allahu na fal, pa plotësimin e minimumit të standardeve. Është një mur i vogël që i holl që ndan familjen nga familja. Shpesh dëgjon muhabetet e tyre, ata dëgjojnë muhabetet tua. Aq afër, pa aq larg. Afër kuptim të afërsisë fizike, një mur i vogël, pa aq larg në kuptim të afërsisë fshinësore. Prandaj Muhamedi asaj është një shembull i mirë, praktik, se si domthon funksionon kjo çështje në jetën e përditshme. Të nderuar vëllezër dhe motra, pejgamberi alayhi salatu wasalam është shpërnguar në Medinë. Dhe një periudhë ka jetuar në shtëpinë e Ebu Ejub al-Ansarit radhiyallahu ta'ala anhu, derisa është ndërtuar xhamia dhe janë ndërtuar dhomat për pejgamberin alayhi salatu wasalam për rreth shtëpisë. E tash pejgamberi më pari kur ka jetuar te Ebu Ejub al-Ansari ka pasur një ndarje. Ai ka qenë në katën e dytë, ky ka qenë në katën e parë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka shkuar te Ebu Ejub al-Ansari, ai ka marrë parë në shtëpi te musafiri pejgamberi, te pejgamberi ose musafiri i tij. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qëndru poshtë, ndërsa Ebu Ejub al-Ansari ka qëndru lart. Edhe Ebu Ejub s'ka mujtë para nukët. Unë bi kokën e pejgamberit sa, nuk mujtë qëndroj kështu. Nuk mujtë. Nësa këtu bashku këm të mija qëndrujnë, këtu është koka pejgamberit sa. E ka përdu shumë rënë me kom një pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pse kjo ka qenë
formale, absolutisht. Edhe shtëpia e Bojubit ka qenë. Por, ta kesh mëqinësi pejgamberit asëm, është kogja përësi e madhe. Kujdesi për fëqinësin. Edhe din këtë nivel që nuk ka të bëjmë me bezdisje, po ka të bëjmë një qasje aq të ndihme morale sa që për neve sot është e paparamendueshme dhe pa kuptueshme. Ka kërru nga pejgamberi që pejgamberi në sa një ditë ka ndodhur një ujë ka rrjedh edhe i ka shku poshtë pejgamberit e Bojube është shtesu maksimalisht e bezdisa pejgamberin e sa me shtetësova pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe ka kërru që me ndru pozicionet. I ka ndru pozicionet, po pejgamberi ka pa që i vështirë ka me që në lartë. Për shkak se ka ardhur delegacione, kanë ardhur me taku, kanë ardhur njerëz natën me pyet pejgamberin çka ka pas bezdisje, s'ka qenë shtëpia sin këtë kohë. Ka qenë një ndërtim simbolik, formal. Një dhomë poshtë, një dhomë nalt. Kështu ka qenë. Atëherë ka kërku pejgamberi mirë kuptim nga Ebu ibn Ansari. Pse mirë kuptim? Mas me bezdis. Na jemi në shtëpi, po kemi në fëqinësie, kemi punë të ndara, kjo është dhuma eme, është dhuma jote. E po, unë kam musafer, mund vinë njerëzit. Nuk mund tash me të bezdis ty, ata në gjithë nalt, ka lë ka dhuma jote. Në zbrit poshtë, ka lë ka dhuma, problem. Ka kërku pejgamberi mirë kuptimi që ajtë zbrit poshtë e të mbetë nalt Ebu ibn Ansari, radiallahu ta'ala anhu, dhe kjo ka qenë përkohshme. Derisa ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpinë e tij që ka qenë për rreth xhamisë së tij në Medinë alayhi salatu wasalam. Prandaj këtu shumë një ndjeshmëri sinqerisht shumë brezlënse të pejgamberit sa nga kujdesi që mos me bezdis kushin e vet. Kur është largu pejgamberi sa të ndëruar shikues nga shtëpia e Ebu ibn Ansarit dhe ka kaluar tek shtëpia e tij tash në rrethin të xhamisë ka pas kush i tjerë sikur Sa'd ibn Ubadën e disa nga sahabët e tjerë të njohur në Medinë ka hanë transmetime se ensarët e tjerë, pejgamberi ka pas kush i disa ensar, s'ka mundi pas këtë ensarët kush i ensarët ata që e kanë prit pejgamberin në Medinë, muhaxhirët ata që kanë ardhur të shpërngullurit janë muhaxhirët, ndërsa ensarët janë nikoqirët që kanë prit besimtarët në Medinë. Disa nga ensarët kanë pas fatin që të jenë në fëqinësi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi sallam kujdesi shumë për ta, ata për ta kishin një hyrje dale, saqë ensarët e tjerë kishin një lloj kushtimisht xhelozie pozitive, jo inati, që pejgamberi shumë po i pet mas këshive të tij. Paramendoni. Madje ka pas këshillë një nga çifut hebrejët që i rrinte gati pejgamberit shumë atina. Edhe ai vinte tek pejgamberi domthonjë që ta shoqëronte pejgamberin zbesonte të po i bënte përshtypje sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasallam, i bënte përshtypje pamja e tij, dukja e tij, modestia e tij, ishte rrëmbyese në kuptim pozitiv gjendja e pejgamberit. Atë e rrëmbeu vëmendjen, e rrëmbeu respektin e këtij djalit të ri. Derisa u lajmëroi pejgamberi se ishte i smutë djali. Unë ngrit e shkoj vizitoj. Ai ishte hebrej, çifut. Ishte kushi pejgamberi. Pejgamberi ja respektoi të drejtën e fesë të tij. Ai e donte pejgamberin alayhi sallam dhe shkoi pejgamberi alayhi sallam me vizitu. Ka se kushia me kushin çrutort. S'ka di çfarë fe ka. Rëndësishme është të kemi respekt, të kemi bashkëpunim brenda suazave të pranuara me rregullat që i kemi fetare. E kur shkoi pejgamberi me vizitu e pa që ishte në moment të vdekjes. Smundja kishte rënduar shumë, baba i qëndronte te koka. E pejgamberi edhe në këtë situatë nuk mund ta linte. I dhim pse që shkonte në atë mënyrë tek Allahu te barekutaala, jo në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo duke besuar në Muhamedit alayhi sallam. Kjo është e vështirë. Me vdek pa besuar pejgamberin është e tmerrshme. Andaj tha pejgamberi, thuaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E të mirë. Gjalash edhe këtu kujdesi për kujmshiun, edhe në kuptim fetar, edhe në kuptim të udhëzimit, padyshim. Se kjo është kujdesi kryesor. Dhe ai kishte dëshirë të thotë këtë, po nuk mund ta bënte për shkak të babës së tij. E herë shikon të pejgamberin duke i thënë që unë qef po kam, po shikon nga baba çka të bëj, derisa baba i tha, "Ati Abul Qasim." Baba i thë dente. Hebrejt me një kanë ditë sikur i dërguar Allahut, e kanë pa, i plotësonte të gjitha përshkrimet në Tevratën e Injil, këtë i plotësonte. Ky është i dërguar i Allahut. Po nuk besuan shumica veç për shkak të inatit. Pse ishte arab?
Pse ishte arab? E kjo është problem të nërshikues kur, subhanallah, kur ndjenja e supremacisë, ndjenja e përsisë racore, apo edhe fetare, bëhet pengesë me punu të vërtetën. Bëhet pengesë me punu të vërtetën. Ne i musliman, na imi të bindur se Kurani është fjalë e Allahut te barekutaala. Imi të bindur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Imi të bindur këtë. Dhe imi të bindur se çdo gjë jashtë kësaj që mohon Kur'anin, mohon pejgamberin nuk është e vërtetë. Ne këtë imi të bindur. Sikur sa tjetër është bindur në kundërt të kësaj që po flas. Për këtë ka dallimin fe. Për kundër kësaj, se dikush që mohon Kur'anin, mohon pejgamberin, e thot një të vërtet, një të më pranu. Nuk mund të për shembull, ne jena musliman, edhe ne kena të vërtetën, edhe nuk ka neve kush na mëson për kurrë. Ja, absolutisht, na mëson, na udhëzon. Andaj kur bëhet fjalë për këtë, muslimani është i hapur për të vërtetën, për diskutimet, këshillat. Na kemi nevojë. Ne nuk pranojmë dikush na ndërhyn Kur'an larg asaj. Domthonjë që ky ajet sa është për këtë kohë kisha ikë me konsill ani, jo nëse hekum se dim që Kur'ani për çdo kohë për çdo vend. Gjithashtu edhe udhëzimet e pejgamberit alayhi sallam. Mirë po vjen dikush thotë ju musliman, çështë si ka mësuar pejgamberi me bu. Çfarë bën ti që sjellë kështu? S'u thosh ti më ka zëmu. Unë jam musliman edhe gjithë më mirë se ti kur bëj keq. Jo, valla nuk ka çështo. Absolutisht. Andaj nuk bën që muslimani me qenë inaqor, mendje madh, për shkak të bindjeve të tij se feja e tij është feja më e pranuar tek Allahu te barekutaala. Dhe pejgamberi shkaj me vizitu, pa t'ia bënë shërbim që do ta shpëtonte përjetësisht në ahiret. E i tha baba djalit, dëgjoje Ebul Qasim, ishte novka pejgamberit sa, dëgjoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha la ilaha illa Muhammadur rasulullah vdesh. U gëzu pejgamberi shumë. Doni nga shtëpia duke thënë elhamdulillah që Allah e shpëtoi nga zjarri për shkak të meje. Elhamdulillah që shpëtoi. Koishia, më rëndësishme shpëtu, koishia më rëndësishme kur mirë. Kështu që pejgamberi sa thashë, në këtë rast. E shumë raste tjera të ndruar, shikues që pejgamberi alayhi salatu wasallam tregonte praktikisht sjellje me të vërtet shumë elegante, shumë të kompletuar, shumë njerëzore në raport me fëmijët e tij. Gjithashtu të ndëruar shikues, nëse shikojmë në aspektin tjetër, domethënë të udhëzime praktike, pejgamberi ka dhënë shumë hadithe që flasin për ndërtimin e fuqishëm të raporteve fëmijësore dhe respektin ndërsa që duhet ta tregojnë fëmijët në medvete. Në një rast kështu tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjibrili, meleku që vjen të mjasil shpallën pejgamberit alayhi salatu wasallam. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, la yazalu Gjibrilu yusini bil jar. Gjibrili vazhdimisht po porosit me kujdes për komshiun. Kujdes komshiun. Saqë kisha një bindje se ka me bë pjesë të shikimisë. Nuk ka me bë që kujshia me të rëshigu. Kujshia nuk e të rëshigon, kujshia në pasuri. E kemi të ndara, pasuriat, pronat e kemi të ndara. Ai që të rëshigon pasurinë të afërmit, fëmija, vllau, motra, kështu më radhë. Po aq më ka porosit Gjibrili, nga ana Allahut azza wa jall, për komshiun që mu sill mirë me te, mu kujdes për te, me majt raportet mira me te, saqë, thot pejgamberi, kisha përshtypje që do ta bën pjesë të rëshimis, dhe të rëshëgohen komshit me zvete. Gjithashtu në një rast, kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për me u anku për një grua. Shikoni, kjo është shumë interesante kjo. I kanë oj dërguari Allahut, e kem një gru kojshi. Shtëpia e parë është anku për shtëpinë e dytë. Kem një gru kojshi, afër kemi kojshi. Kështu në adhurim është shumë përkushtuar. Falë namaz, natën e shumë që qëtë më falë, se e kam pa ndezu lampën, e kam pa duku falë. Shtëpijat e kanë qenë afër, s'kanë qenë tash me këtu mure si sot dhe me rolet në lëshuara, s'ka pas, është pa njëri mrena, pas me peri trasha kur e në shu. E tash, falët natën, agjeron ditën, në file, vullnetar agjeron. Mi për nuk jemi rahat nga gjuha e saj, te lashu bënën për saj. Ofendan, lëndan,
nga gjua saj, mjafton me thonë tani me kuptu sa është e vështirë me shqetësu dikush për mes gjuhës së tij. Çka tha pejgamberi? Ai e finnar. Aja do të jetë në zjarrin e xhenemit. Pa e falet natën. Përkundazi. Tu kemi disa dobi që du mi përmend të ndrosh shikues. E para, shikoni. Ata nuk thanë e falet ditën. Nëse farzët nuk kontestohen. Farzët nuk kontestohen. A shqetëson ku e shit, a pind raki, a çka bën për lemjoti, gjuna i madh është, ama namazin s'bën me lon. Namazin s'bën me lon, farzin, obligimin. E kam përmend natën, nëse kjo e jep më kuptuar në nivel tash më të lartë të dëshmërisë. E tash këtu nëse veç po falesh natën, të më kupton keni sjell tash komplet tjetër. Sepse dhe farzi duhet me ndiku shumë, farzi duhet me ndiku, padyshim më shumë se nafile. Po do të thonë që farzi se kanë prek. As s'kan fol për të, nga se kjo çështje e pa diskutueshme. E ka përmend nafile natën. Dhe gjithashtu të ndruar shikues, këtu e shohim që ka dhënë pejgamberi në zjarr, e qysh në zjarr. A nëse bën këtë qëshis, në rregull, në gjuna. Fal namaz natë, fal ditën, fal nafile, agjëron nafile, kështu me radhë, edhe kjo një vepër ose disa vepra. Matë ditën e gjykimit. Edhe nëse peshojnë këtë punë me mira më shumë dhe shkon në xhenet. Pse ka thënë pejgamberi në xhenem? Për shkak se të ndëruar shikues, ende pa arrit vepra tek peshorja, haku njerëzit më kthyer. Jeni hak njerëzve. Në ke bezdis njerëz, në ke qesu njerëzit. O ke marrë pasuri pa drejt njerëzve. Atër kush i lan këtu borqe? Ti, ai që ka bo këtë shqetësim, këtë bezdisje, këtë dëmtim që o ka shëtu njerëzve. E qysh bot atëre larja borqet dhe gjykimit, atë pare s'ka, atë ari s'ka, se merë fonda e ketë me dunjan. E kjo është e keqe. Shpagimi bëhet përmes veprave të mira. Atëre matët, sa i ka bën dëm kaq, marrin nga namazi i natës, marrin nga agjërimi i ditës, marrin edhe nga namazi i ditës, farzet. Do të më lanë është borxhi i madh. Derisa fillon më paksu punët e mira, për shkak se puna e keqe është shumë e kushtueshme. E për shkak të kësaj shkon në xhenem. Allah na ruaj. Shpëri sa është domon kujdesi i islamit për raport mes njerëzve. Veçanërisht kur bëhet fjala për ruajtjen e njëri tjetrit. Mos me e bezdis, mos me shqetësu njërin. Mos me shkaktu probleme njërit. Mos me larga asaj, mos me cenu, as mos me rreziku se leu me prek në nderin apo në pasurinë e tij. Kur bie vjen të nderit të ndrosh shikues. Pejgamberi ka kërkuar nga këshillit që të jenë në maksimumin e kujdesit për nderin e njëri tjetrit. Pse? Se këtu duhet me pas besueshmëri. Nëse këshilli s'ka besueshmëri te këshillia i vet, ku ka me pas besueshmëri? E me prek nderin e këshillis është të merr. Është mallkimi i Allahut mbi të. Pejgamberi më ka përmend se njeriu më lehtë kalon me 10 zina. Shiko, 10, zotë në rrujtë, 10 herë, 10 raste ka bo punë pandeshme të 5 të zina. Donë martesa, mardhenje intimi jeshtë martesore. Me gra që nuk ka gruja ti, me tjerat, Allah alem, në qëfar aspekti, në qëfar rëthane, së më rëndësikja, ka bo zina. Ka thonë pejgamberi, 10 jashtë një kënë si një më rëna, me grunë e kojshis, ose me qikën e kojshis, ose me motën, kjo të merë. Ase duhet me konë nderi kojshis, i paprakshëm, duhet me rujt, me konë kojshej sigurt, maksimalisht, kur ai nuk është në shtëpi. Shkon në udhëtim, shkon në punë, e din sigur që malli i tij është i rujtur, nga se kojshia është i ndershëm. Pasuria e tij, nderi i tij është i mbrojtur. Na si besimtarë kena për obligim me u kujdes për nderin e njëri tjetrit, për pasurinë e njëri tjetrit, e kena obligim, e në veçanti e shumë fish më tepër për nderin dhe pasurinë e kojshisë, afërsisë mes vete. Nëse s'ka besueshmëri, s'ka jetë aty. S'ka jetë.
Dhe të në shikosh që ka në që fa nivelli islami e ka ngrit kujdesin dhe fuqin e raporteve ndërfqinësore. Sigurt në të me konë. Shkelja e kësaj besueshmërie dhe cënimi i saj, qoftë në aspektin e pasurisë apo moralit, i kushton shkelcit me mallkim, me dënim me xhehenem, me shumëfishim të shëmtimit të mëkatet që ka bërë. Që të jemi të kujdesshëm këtë aspekt, të jemi të kujdesshëm. Qase sa më e nalt besueshmëria, aq më e shëmtuar vepra e keqe. Qase nuk është dashur besueshëm, se besueshëm. Gjithashtu ka në hadithe se pejgamberi sa ka përmend nështë në mallkimin e Allahut mbi atë që kojshia e tij nuk është i sigurt nga shirri i tij. S'është sigurt. Çfarë ka ndodhur për shembull rrahje, vrasje mes kojshive, edhe nëse kanë qenë të afërt. E nëse është kojshi, edhe e kemi të afërt, atëherë padyshim që obligimi është më i fuqishëm se ndonjëku që kemi kojshi. Pra në pas kojshi agjen, ose tezën, ose hallën, ose vlaun kojshi me pas. Dy fesh është ma obligimi më i madh në pas kujdes, nga se edhe vlla dhe kojshi. Dhe kështu Islami i ndërton raport mes njerëzve dhe fuqizon këto raporte në bazën e këtyre udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. E shumë hadithe, madje ka dhe ajete ku Allahu xhallahu ala obligon që timi të kujdesshëm në raport me prindërit tonë, pastaj me të afërmit, fëqinit e afërt dhe fëqinit e largët. Fëqini i afërt, kojshi i afërt është ai që e kemi edhe kojshi edhe të afërt, si farefis, si familje. Kojshia më i largët është ai që kemi veç kojshi, po se kemi akreba, se kemi të afërt. Andaj, ajet kuranor që të kujdesin për një tjetër. A jenë të ndohë shikuas, në mësimet e pejgamberës më ka, wallahi, hajre, qetësi e siguri e rati për njerëzit. Njerëzit se i përmbahen rregullave dhe udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të gëzojnë lumturi në dunjë dhe ahiret. Do të ketë raporte të mira, shikoj do të ketë besueshmëri. Do të ketë besueshmëri. Do të ketë domthon siguri në familjen tonë, në rrethin tonë. Dhe kështu feja e ndërton sigurinë mes njerëzve. Duke filluar nga familjarët, nga fëmijët e pastaj tutje. Se ka siguri brenda lagjeve tona, brenda ndërtesave tona. Ka siguri të vend se kjo lagje me këtë lagje, e kjo lagje me këtë lagje, e këta me këta, kjo ndërtesë, gjithku mbërtën siguria, njerëz janë të ruajtur, të mbrojtur, të sigurt në pasuri dhe nderin e tyre, atëra siguria është ajo që ka planuar vendin, Allah na mundsoft, e na ruajë Allahu xhallahu nga pasiguria në pasurinë në nder. Allahu xhallahu ala fuqizoft raportet mes bashkëshortëve, mes prindërve dhe fëmijëve dhe mes fëmijëve mes vete. E pastaj mbi këtë do të ndërtohet edhe raporti mes shoqërisë në përgjithësi. Ka shumë udhëzime të ndryshme që mund t'i përmendin këtë aspekt, mirë po më kaq po i do fund kësaj pjese si një shembull praktik si ishte pejgamberi me fëmijët e tij, edhe në kuptimin praktik, edhe në kuptimin teorik, me disa udhëzime të përgjithshme që shpresoj të jenë për neve udhërfyes në ndërtimin e raporteve të fuqishme fëmijësore ndërmjet vete. Shkojmë një pauzë shkurtër, e rikthehemi pastaj edhe me inkuadrimin e juaj përmes numrit të telefonit, shpresoj që të vazhdojmë tutje deri në fund të emisionit. Zoti ju shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim, shikues të nderuar, u rikthejmë në pjesën e dytë të emisionit tonë ku tashmë përmes numrit të shfaqur në ekran të juaja mund të inkuadroni me pyetjet e juaja. Derisa të më bëhet me dije nga regjia se ka telefonat, shfrytëzoj rastin që të lexoj disa pyetje që kanë ardhur mes mesazheve. Thotë hoxh, pse disa njerëz thonë se lutja nuk ka efekt, a është kjo vërtet? Pse thonë kështu? Pse janë ignorant? Nuk e din çka është lutja, nuk e din qëllimin e lutjes. Nuk e din pse Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne të lutim. Të nderuar shikues, lutja para se të jetë mjet për realizimin e qëllimeve tona, për mbushjen e kërkesave tona, largimin e brengave tona, është adhurim. Është adhurim. Dhe ti kur Allahun e lut, ti je në adhurim. Ti je në adhurim, prandaj ti fiton. Nëse ti Allahun pa adhuron, çdo adhurim ka sevap, ka problem. Ama njerëz që
matin veç me dunja, veç me aspekt material, padyshim që janë shumë të kufizuar dhe në këtë aspekt konsiderojnë që duaja s'ka dobi. Pse thot, për shembull, unë e komunitet Allahun xhallahu ala, për shembull, me mos më punsu. Si jam punsu, do mos ka hajër. Mësimi është dunja, shkurt. Ta mundson diçka tjetër më të mirë, ta mundson shumë më të lartë. Mbi gjithë ta ka mundsuar Allahu xhallahu ala me lut Allahun te barë, ta ka qenë mundësi të fitimit të madh të shpëlimeve që është adhurimi i lutjes. Prandaj absolutisht nuk është e vërtetë, absolutisht. Gjithmonë kush e lut Allahun fiton. E tash pse vonohet përgjigja nga njëra, do të shikuar veten tonë, lutjen tonë, mënyrën e lutjes. Ka shumë faktorë që e përcaktojnë përgjigjen e lutjes. Ama ne jemi të bindur se kush Allahun e lut nuk humb. Dhe Allah e zbaton premtimin e tij që ka thonë, më lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Po, nëni? Do që kam një dy pyetje, për shembull në xhami hoxha kur të bimi në sejdë, për shembull, a ka një farë rregull disa bil më herët, disa më vonë, disa edhe më na tregu edhe pyetja tjetër është i di se pa të dy raste, dy persona din jo njerëz që kanë thonë diçka, po njëri bile ka vdek, njëri është gjallë, se ke nuk shkojnë në xhami për shkak të filon hoxhës, a ka përgjithësuar që Allah për shembull si raste që u binda e shumë rëfarë jesë po nëse shpështu. Për shka shkon xhami, ka për me hoxhën apo çka? Po, jo, për shkak të hoxhës ka mos shkoj mos falë. Okay. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Në rregull, se për këtë pyetje së parë shkuara në sejdë. Pejgamberi ka thonë inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi. Imami është vendosur që ne të tjerët ta pasojmë, ta ndjekim imamin. Kur marr tekbir, ne marrim tekbir. Kur shkon ruku, shkojmë ruku. Kur shkon sejdë, shkojmë sejdë. Nuk duhet më vanu mas imamit. Nuk duhet më vanu. Sa njerëz imami shkon në sejdë ata alon kumrin. Jo. Imami thot Allahu Akbar, ai vazhdon me shku ti tani pastina. Ç'kesh pasimi? Ai parit ti pastina. Ose për shembull rën sejdë, imam thot Allahu Akbar, ai hala ka mëse të budo. Imami u çon kom ka funduar surën Fatiha, ai tek çerë çohet. Gabim. Duhet më çu pas imamit. Jo bashkë me imamin, jo bashkë me imamin më çu. Pas imamit. Ai parit ti masti, më një herë. E nuk bën asesi para imamit. Kjo është hala më e keqe. Don imami hala s'ka shkon ruku, ky veç shkon ruku. Imami hala s'ka shkon sejdë, ky shkon sejdë. Ngadal. Imam thot sami Allahu liman hamida, drejtohesh, edhe imam thot Allahu Akbar, te po e vren, po e dëgjoj me zosa i po shkon poshtë. Kur ai shkon ti masina, çështje 2-3 sekonda dallimi. Mas imamit me shku masina. Dhe kjo mesatarja, as para ti, as bashkë me të, as domthon shumë vonë pas ti. Po e ndjek imamin në lëvizjet e tij, nga se kjo është pasim i imamit. Me pasu dhe me e ndjek imamin në namaz. Kjo është e duhura. Tjera që i përmana nga shembujt janë gabim dhe nuk në rregull. Veçanërisht më e keqja dhe më e shëmtuar është me shku para imamit në sejdë, në namaz apo në ruku, në çfarëdo veprime të namazit. Sa për këtë të dytës sot nuk shkojnë në xhami për shkak të hoxhës. Në xhami shkojnë për Allahu xhalla xhalu. Allahu thotë wa anna al-masajida lillah, xhamia janë të Allahut. Ne shkojmë në xhami me adhuru Allahun te barekuhu teala. Nëse ki problem me hoxhën, hoxha ka punë të veta. Falesh mas ti dhe del. Nëse ki argument se hoxha është çapo dyrin në çka që ty duket mos më fal mas ti, ka xhamia tjera. Elhamdulillah, ka xhamia në çdo qytet në Kosovë, ka xhamia, elhamdulillah. Ama nuk është kjo arsye tek Allahu te barekuhu, absolutisht. Njerëzit mund të thotim duke menduar që as të ka pëlqyer hoxha apo valla s'ki faj për shkak xhamia. Jo, ki faj shumë. Nuk bën më shkon xhami, nuk bën. Për burra po flas, më shkon më fal xhami. Hoxha s'të pëlqen ka xhamia tjera. Po megjithatë, edhe se s'të pëlqen hoxha, falë mas ti. Fal namazin, më rëndësisht namazit nuk i pranon. E namazi pranohet. Namazi pranohet. Se hoxha musliman është. Edhe falë mas muslimanit. Mund të ketë mëkat, mund të ketë çime, problemi i tij është. Po namazin e falë mas sinat. Kjo është rregull të dietarët e ehli sunetit që na ka mësuar. Falemi pas çdo imami, i devotshëm qoftë apo mëkatar. Ne falemi.
Ne nuk falemi veç mas diku që kemi argument të qartë se nuk ka musliman. E kësi hoqë s'ka. Ama një hoqë me metë dhe nuk ka musliman nuk është absurde. Është absurde. E pëse mund do të dikun, nërga saj dhe hoqë është njëri mund, po flasë në suatet e realitetit, të mundshme që është e na. Të gjithë të gjëllarë që në përgjamia, janë të certifikuar, janë të shkolluar, janë të verifikuar nga këshilli bashkëtorë, nga kryesia, kështu me radhë. S'ka mos me kon imam dikur që e ndaluar është më fal mas ti, absolutisht. Ti falësh mas ti. Ti falësh mas ti. Edhe pse mund të kesh problem. Arsyetimi është i paqëndrueshëm dhe gabim. Mirë, derisa ta bëhet me di për telefon të radhë është si me ditë apo e zgjedh rrugën e drejtë në jetë apo jo. Në jetën tonë është një rrugë kryesore dhe pastaj ka rrugë të tjera anësore. Rruga kryesore është rruga e besimit. Nga se Allahu xhallahu ala na ka krijuar për të besuar në Allahun dhe për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Kjo është rruga kryesore. Këtë e zgjedh qartas rrugën e Islamit. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja e pranuar tek Allahu, besimi i pranuar tek Allahu është Islami. Ase ka qenë feja Muhammedit alayhi salatu wasallam, feja Musait alayhi salam, Isait alayhi salam, Ibrahimit. Feja këtë pejgamber ka qenë besimi në Allahun xhallahu ala një, drejt. Ka ndalun në disa nuanca caktuar të adhurimit, por një besim e kanë pas, një fe e kanë pas, të gjithë. E feja të ndëruar shikues nuk përzidhet rruga e fes përmes për shembull të kaluarës. Unë jam këtë fe se çështo kanë qenë të parat, cilë të parë. Para gjithë të parëve ka të parë. Para gjithë të parëve ka të parë. Ne nuk kemi musliman pëse të parët tanë musliman. Ne jemi musliman për shkak se jemi të bindur se kjo është udha e Zotit xhalla xhalu. Andaj dikush që nuk ka bindje, thotë valla unë s'di çfarë është feja drejt. Nuk di Muhamedi pejgamber nuk e di valla. Po unë nuk e ndroj këtë fe. Se baba më kon. Nuk i ngjehet që musliman ke punë. Ka Islami është i qartë, nuk ka këtu, nuk mund me pranu njerëz në fenë tonë pa bindje, për hatër. S'ka kështu, Islami është, me të vërtet, feje për kryet në nërëshikos. Nuk mund pranu njerëz, pse po bo është i musliman? Po dhe po bo nëse kryshiti ka musliman, qartë të nëmë pse me prish ranin, po bo në musliman. Po te i bindën, a ke ledzu, a ki argument, jo, s'di për fej kurgja, nuk banë. Durë më të pritë Allahot, gjellë gjellu. Për hatër të Zotit e Barekutaala, se është feja drejt. Jo për hatër të njerëzve. Andaj, ato që dëgjum ka njerëz sot është absurde, vëllai, absurde. Me lidh fen për shembull me gjyshrit, me lidh fen me flamur, me patriotizëm, është pa kuptim. Feja mëson me kon patriot. Po ti nuk bosh me këtë fe për shkak se kjo fe ka të bëjë me patriotizmin. Cila është ajo fe që ka të bëjë me patriotizmin? Ma shumë se të tëra. Cëlla? A besim se Islami na ka mësuar mjaftueshëm me qenë patriot, kombëtar, me dash vend, me mbrojt. Dhe kjo është dëshmuar historikisht. Ne jemi musliman bazë të bindjeve tona. E kemi përrit këtë rrugë për shkak të argumenteve, për shkak të fakteve, edhe po shihet në botë. Në botë po shihet. Njerëz nga vendet e ndryshme të botës konvertohen në musliman. S'kan presion, s'kan kurrë. Nga dëshira e tyre dhe vullneti i plot për të përmbush kërkesat e tyre të natyrshme dhe racionale që ja mundson vetëm Islami. Ne kemi telefonin në kuadrin, pastaj vazhdojmë. Por tani. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Si u jeni mirë? Mirë elhamdulillah, ju vëllai një mirë s'po kalani. Alhamdulillah, u s'kam pyetje veç dorsa me të përshëndet shumë. Allah të nëroj, falëmiret shumë, Zoti shpërblet. Si zakon, po një vëllai që më rregullueshëm, është mirë në publikisht, po gjithmonë kur të ngojmë në emocional për fenë Allahut, për këshillat e juaja gjithmonë tamë në çdo aspekt, Allah nderoft. Amin, bashkë me ju, Zoti të rujt. Jemi krenar në hoj si ju dhe shumë të tjerë që japin kontribut të jashtëzakonshëm për dinin e Allahut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duke lutur ata që të jenë mirë bashkë në xhenet. Ashtu si bosh shkaktar këtu për me na udhëzu me ndihmën e Allahut azza wa jall gjithmonë. Allah dhe na bashkon në xhenet. Allah nderoft hoxha dashur. Ka më shumë dashuri për shëndetin. Falënderit shumë, Zoti të rujt, kalofshi mirë, shumë falënderit. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa barakatuh. Andaj e falojmë këtë shikuesin, Allah është shpërblet për emocionet, për respektin, Zoti ju dha shtatë për çat gjithmonë gjithëve.
rruga kryesore e fesë përzgjidhet mbi bazën e të vërtetës. E vërteta nuk ndërlidhet me rrethana historike apo gjeografike. E vërteta ndërlidhet me standardet që e bëjnë një çështje të vërtetë apo e bëjnë pa vërtetë. Kaq. Ndaj e përzgjedh rrugën e duhur në jetën tonë me kon musliman. Pastaj janë rrugë të tjera. Rruga e shkollimit, rruga e punësimit, rruga e martesës. Këto janë rruga anësore që realisht janë pjesë e kësaj rruge kryesore. Janë pjesë e kësaj rruge kryesore. Që që përzgjedh rrugën e punësimit, e shkollimit me standarde rrugës kryesore, rrugës së besimit. Pra më punon aty ku nuk bie dash me besimin. Martohesh me atë që i shërben kërkesave të besimit, që bashk institutje në shërbim të Allahut te barekuhu teala dhe në ndërtim të një familje të shëndosh me vlera e me adhurim e me besim. Dhe rruga kryesore dhe rrugë tjera anësore. Kjo është esenca. Pastaj çdo çështje nga jeta i përzgjidh në bazë të prirjeve, kërkesave, konsultave me miq, e konsulton dikon, valla që trupi do marr ardhmë edhe konsultash më rëndësi, konsulta familjare, miq, me marr mendime të tjera. Gjitha këto realisht mundsojnë që ta përzgjedhësh rrugën jashtë besimit ka kime shkuar. Dhe që kjo është një udhëzim i përgjithshëm që të mundson si me orientu. E pastaj në çdo detaj padyshim ka të shpjegime të tjera më të detajzuara. Kemi telefonat e inkuadrojmë, po urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam në pyetje dhe Kur'anin e kam mësuar se 2 vjet. Jam 67 vjeçare. E kam mësuar që 2 vjet në arabisht me lexuar, kam lexuar se 3 herë. Që duhet më lut në mbrëmje për ta lexuar Kur'anin për të më lut diçka. Po, në një. Edhe në ndërvishëm do po natën e vote, edhe vokën e natës. Po shumë do nuk di. Po dia po. Ramazanës më një nuaj, jam e smendje, jam me medikamente, po jopi ka 100 euro për në Ramazan, e nuk e dhja është më vëllëvën. Po e qartë e kuptum, ta është japim përgjë, inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit, natën mirë. Natën mirë. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Salam aleikum, hoqë. Aleikum salam, rahmatullah. Para një 2 muaj jena ka dhejt nona e ish mërzije madhe që është më mujt me largu pak, që është edhe kuptimi jetës i ka hup. Po e qartë e kuptum. Edhe një mëtër ka mërzit e shumë, a kështë pas mundësi një këshilë thonën, qutëm. Allah e lasht nësh për na, unë i bashkohë në gjenet e Allah. A më nderit shumë. Po i shtatar qap. Më të vërtesh mërzije madhe. E vërtet. Ta është të gjapi inshallah një këshilë kismet, veç në për Allah të shpërblet, hoqë. A shumë të dhe për mëtër të lutëm. Po inshallah. Në këshilë dhe asë po më në mërë jetën heq. Zotë i rujt, e kuptova po Allah, Zotë i një muftë. Mirë. Nuk dhja kemi telefonat e inkuadrojmë. Okej, në regull. Thot lexoj Kur'an, elhamdulillah që kam mësuar këtë moshë, është shumë inkurajuse. Edhe është në anë tjetër edhe rënim i çdo arsyetimi që mund ta kenë më të rit, se nuk po mundem mësu Kur'an, që kjo në këtë moshë e kam mësu Kur'anin, domthon afër 70 viteve, mirë po e kam mësu Kur'anin elhamdulillah. Dhe lexojmë për kushtim, i ka bëu 3 hatme. Alhamdulillah, Allah e pranoft e bëf dritë në dunjën e ahiret. Se përket duas pas hatmës, me bëu dua masi që e përfundon Kur'an nuk është obligim. Nuk është pjesë e domosdoshme e hatmës. Mund të bëj hatme pa bëu dua, në rregull është. Mirë po, a bëhet dua mos hatmës bëhet. Për shkak se ka transmetime nga disa shokë të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe praktika të caktuara të kohërave të mëdha që kanë bërë dua pas hatmës. Nuk ka dua të posaçme, që veç kjo thuhet. Mirë po ka dua që janë të shkruara, që kanë që kanë një formulim të mirë, mirë po nuk ka kusht ato me lexu. I çon durt, lut Allah xhallahu ala me ta pranu këtë vepër. Lut Allah te barë me ta bu Kur'anin udhëzim në jetën tonë, me punu me jetu me të. Lut Allah xhallahu që me ta udhëzu familjen, me ta rujt familjen edhe ty me Kur'an, me rujt shoqërinë tonë, vendin tonë, lutu për vendin tonë, për popullin tonë, lutu për rinin tonë, lutu për të ardhmen tonë. Lutu që Allahu xhallahu ala më na rujt nga të këqijat e armiqve tonë, nga kurthat e mashtruesve, matrapazve, të lekëve ndryshëm. Lutu, asa ka shumë që Allahu të na ruan.
Lutu që Allah me ta bëu Kur'anin dritë në varr, me ta bën ndërmjetësues ditën e gjykimit. E shumë tjerë që mund të lutesh për falje mëkatësh. Këto këto që mund të mbledhësh në lutjen tënde pas përfundimit të Kur'anit. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, po urnani? Urna, po i dëgjojmë. Selam aleikum, hoqë Enes. Aleikum, salam, rahmatullah. A jeni mirë asenja? Mirë, elhamdulillah, mirë. Ju a jeni mirë, si po kalani? Elhamdulillah, mirë, hoqë. E kom me më bo një koment që ta shte unë gjdo namaz që të fali. Veç falë, se po të dëgjojmë, veç falë. E thëmë, Allahi e shkatroft Izraelin, Allahi shkatroft zullumqarë, gjithë lutna gjdo namaz për fundim namazit. Por dhe kështu mrena aty në 5 vakteve që i fali. Gjithë luti Allahin, Allahi shkatroft zullumqarë. E qartë. E qënë të botan Palestinë, Gazë, dhe Zoti Shala merr hakën ta. E dëgjum, po të ashtë të japin një komend, inshallah. Zoti të rujt. Rregull, e kuptuam dhe përsa që të kjo telefonata e fundit për sonde për faktin se kemi pyetje pa u përgjigjur dhe kemi arë në fund të emisionit. Dhe kjo ishte lidhe me duan e hatmës pas përfundimit të Kuranit. Të falem nuk di shumë dua. Falim ato që e din, alhamdulillah, të surën Fatiha e din me siguri. Që për lezon Kur'an, surën Fatiha e din, surën Ikhlas e din, kul huvallahu ahad, Allahu samad. Nështë e din dhe falek edhe nas, nështë e din, nuk e di. Falim e këto që e din, alhamdulillah. Edhe ato që e din ka mjaftu shumë shpërblim. Edhe ato që e din mjaftojnë për me u falë, alhamdulillah. Për agjerim në regulli, shumë mirë, nuk i mund si ma agjeru për shkak të smundjes, e shpaguan në mënyrë të kërkuar dhe në regulli, alhamdulillah. Allahu ta lecoftet një muftë. Thët në ka vdek nana edhe një këshill. Vdekja është sprov. Vdekja është fatkeqësi që e godet njeriu. Vdekja është humbje e njerëzve të afërm, të dashurve. Vdekja është mbyllje e një komunikimi me dikon që dhe ke fol. Kënajt. Dhe sa më i afërt ky, vdekja është më e rëndë. Padyshim se vdekja e prindërve është e vështirë, është e rëndë. Vetë e kam përjetuar edhe vetë me vdekjen e nonës, Zoti na bashkon në xhenet me ta, e di që nuk është e lehtë, e di që është e vështirë. Por mbi gjitha, elhamdulillah që ne musliman. Ne kemi mjaftuar shumë udhëzime se çysh më ia dal. Kena mjaftuar shumë udhëzime se çysh më ia vën këtë situatë. Ndëruar pejgamberi më ka thonë: "Jeto sa të duash ki me vdek. Duaje këtë duash, sa të duash ki munda për ti." Kjo është realiteti. Prandaj nuk do të me leju që emocionet me e dominu realitetin. Po është emocion mërzia, që ti mërzitës për vdekin nonës. Po nuk do të kjo emocion me konë mbi realitetin. Realitetin është kena me vdek të gjithë. Ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vdes nona, vdes baba, vdes e njerëzit. Ndaj, ne duhet t'i kthejmë realitetit. Që është realiteti? Jeta jonë. Ata që kanë vdekur kanë shkuar. Mbetet lidhje me ta duke bo dua, mbetet lidhje me ta duke dhënë sadaka për ta, mbetet lidhje me ta duke i mbajtur dhe kujdesur për raportet familjare që na lidhin me ta, kë mbetet. Tjerat vazhdojmë jetën tutje. E saj që ka vdek ka shku, po ka njerëzit janë të gjasit vdekur. Kena obligimin dhe i familjarë tjerë, dhe i punë, dhe i vetë, dhe i zotit tonë. Jeta vazhdanë. Herë sa të bje edhe momenti fundit për neve. Dhe i kupte sa është realitet. Caktimi Allahut. Allahu te bare këtëre ka caktu vdekin. Nuk i dilit për para. Ka të mërzitësh. Wallahi ka të mërzitësh. Ka të vajtan. Ka të i ki gjitha. Nuk kthejet mo. E shkatëm në vetën, e prish familjen, rëndan emocionet, veç nga mërzia te për veç shërë ka. Që do të nërë pak mënu, e pëse po mërzit në tash? E qka mu mu? E qka mu mu në mu këtë punë? Punë, sa si mërzit në mbetit, nërmanë të e punë. Na jetë malni për ta që kanë shku, me që thatë jetë a vërtën të utje. Timit pajtimit saktimin e Allahut.
Nëse bëuni të bindur se ai që e ngjall këtë emocion në vazhdimsi, me na majt mërzitur, me na majt shkëput nga realiteti, është shejtani mallkuar. Nëse ai do më na po të gjynzuar, të demoralizuar, të dëshpëruar, ai kështu do më na po, për shkak se është në favorin e tij dëmtimi jon. Mos ja lejoni shejtanit këtë punë. Pyete veten tonë, a është Allah i kënaqur me këtë mërzi? Jo, nuk është. Plus asaj, as i vdekur nuk është i kënaqur. Vallahi me pas mund si mu qunona, e më ju thon se sa do mund keq po ndihet për shkak të mërzisë ju të tepruar, ju kishit dalë më një herë apo. S'ka nevojë. Po, thash mërzia mbetet një sasi e mërzisë. Jeta vazhdon tutje. Nuk duhet me kon dena ka kalu 2 muaj, 3 muaj nga vdekja nos, halasum po kandelleni. Ecëm tutje. Derisa të vjen ku aty me dek. Aty me dek, edhe ku me dek, e kështu me radhë. Dai, ki obligimin ndaj burrit, nëse je martuar, e nderuar, që po dëgjon. Ti vllai nderuar që fol, nëse ki gru, ki obligim ndaj gruas. Mërzia me ti prish këtë rënë me gruën, me vllahun, me motrën, me punën që ke bën, nuk ka rregull. Nuk kur fat efekt nuk prodhon. Por që që duhet me u kthy besimet. Çka thot besimi në Allahun? Pajto me caktimin e Allahut. Besimi në Allahun thot, te Allahut jemi, te Allahu kanë më kthy. Nëna është e Allahut. Unë ti te Allahut jemi. Ai na ka sjell, ai na merr kur don. Nuk i ditë përpara kësaj punë absolutisht. Besimi në mëson se duhet me vazhdu jetën tutje. Duhet me bu punë të mira. Besimi në ngushëllon, besimi në Allah në ngushëllon se ndarë është e përkohshme. Kjo është alhamdulillah vallahi ngushtimi i madh ky. Se ndarë është e përkohshme. Derisa des me lenin Allah bashkohemi në xhenet, me lenin Allah më se kemi qenë musliman, besimtar. Bëni dua për nonën, kërkoni falje për nonën. Bëni punë mira, rrini gati namazit. Vallahi namazi qetësim. Kur lidhesh për Allahu xhallahu ala dhe kujton që Allahu është i gjallë, nuk vdes. Alhamdulillah që Allahu nuk vdes. Elha që kemi Zotin që nuk vdes, nuk lodhet, nuk e merr gjumi. Kjo është Allahu jon. Njerëz adhurojnë Zota që lodhen, që gabojnë, që habiten. As kemi ke Zoti. Alhamdulillah. Dhe kjo është ngushtim hatashëm i madh për ty në besimin që e ke. Ai timi më racional, timi më besimtar. E të kërëm fuqishëm sprovat nga se atë mërzi që po e reciklon vazhdimsi, e po të sill mërzit vazhdueshme, vallahi di se është për shejtanin. Ai vazhdo tutje. A do me kon nona e kënaqur me ty? Po. Mos e vajta. A do me kon nona e kënaqur me ty? Vazhdo jetën tonë. A do me kon nona e kënaqur me ty? Kënaqë Allahu xhallahu ala. Sa ai që kënaqë Allahu xhallahu ala, kënaqë besimtarët, edhe gjalla dekon. Allah nuk është i kënaqur me këtë cilë kështu. Duhet më nalë tash shka. Nëse mërzitna, vallahi me ditë se let e kthej nonën, një javë kështu kajt apo. Heq pa nal. Një muaj kështu kajt. Si kthem më dia orta. Vallahi s'kthen. Dash kaj, dash vajta. Vallahi veç vetën kimë dëmtu, familjen kimë dëmtu. Shejtanin kimë gëzu, Allahun kimë dhnu. Nona ka vdek, ka shku tutje. Ai pajton me këtë caktim. S'është dëgjshme, s'është absolutisht mërzia deri në shkputje nga jeta, nuk është. Edhe që për mënë nuk ka rregull ndëruar. Jeta s'ka kuptim pa nonën. Jeta s'ka kuptim pa Allahun. Jeta s'ka kuptim pa namaz, jeta s'ka kuptim pa besim Zotit xhallahu ala. Pa nonën e pa babën, vazhdim tutje. Po, a len zbrasira njet, po shumë. Kush e zën vend e nonës? Kush vallahi s'e zën? Absolutisht. Gjithkush e ka vend në vet. As vend në babës nuk e zën kurkush. Gjithkush e ka vend në vet. Vend në djalit e çikës kurkush s'e zën. Vend në gruas kurkush s'e zën, vend në burrit kurkush s'e zën. Gjithkush e ka vend në vet. Po megjithatë, isëm tutje. Me mbështetjen e Allahut te barekutaala. Lutë Allahun xhallahu ala. Kthenu tek Allahu te barekutaala. Fuqishëm në Allahun besoni, me lejen e keni më dal. Këto janë këshilla që koxha disa i përmendën, nuk e di sa keni pas mundësi me koncentruar, me i regjistru, po mund të ridëgjoni emisionin prap, inshallah, nesër kur të publikohet në rrjetet sociale ose ritransmetimi i këtij emisioni në PIS TV, që të dëgjoni edhe me vëmendje këto pika, se mendoj se gjithë ato që përmenda ka mjaftuar udhëzime që shërojnë dhe kurojnë dhe qetësojnë shpirtin e juaj. Luteni Allahun xhallahu ala për nonën e për juve. Allah ju qetësoj zemrat juve dhe çdo të sprovuar, çdo të trazuar në shpirtin e zemrës i Zotit qetësoft. Allah rahatoft. Allahu xhallahu ala i shpëtoft me mirësi të vdekurit ton, i mëshiroft dhe i bëj banor xheneti, edhe neve së bashku me ta.
kur të vdesim ditën që ka caktuar Allahu i manduar. Allah na mëshiroftë na përmirësoj gjendjen. Edhe për fund thotë bën dua kundër Izraelit. Bën dua kundër zullumçarëve. Në Izrael ju këtë njerëz janë pajtimit për atë që po ndodh në Gaza. Nuk është më përgjithësime për o Allah shkatërroi jehudit. Nuk bën më dua kështu. Nuk bën më përgjithësu. Nuk bën më o Allah shkatërroi këtë pjesë në fe të caktuar. Nuk bën. Është janë këtë këqij. Nuk kanë këtë që po bojnë zullum. Andaj zullumçart po. Më dua. O Allah shkatërroi zullumçart. O Allah shkatërroi vrasje fëmijëve e grave të pafajshme. Po. Kështu po dua. Kurrë që derë gjakun e të pafajshmeve, kurrë që shkatëran vendin e dikujt, kurrë që vret pafajshëm gra fëmijë, derë gjak të pafajshmeve, dhunon gra, maltreton e keq përdor fuqinë kundër njerëzve të dopt, bëj dua kundër tyre. Po e vërtetë është. Po jo përgjithsisht. Mos thuj krejt ata, jo se është padrejti, nuk bën. Nuk bën. Pejgamberi nuk na ka mësuar me bëj dua kundër një feje komplet. Kundër një komuniteti komplet, jo kundër një kujt komplet, jo komplet. Por ndaj një kategori të caktuar të njerëzve që po bëjnë keq, kush do kufshin ata? Dhe çka do qofshin ata? Allahu xhallahu na ruaj peshë të zullumçarëve. Allahu te bareku teala u apamundsoft zullumçarëve me zullum. Dhe çdo viktim të zullumit Allah e shpëtoft e ja dhasht Allahu te bareku teala lirinë, e mirësinë, e drejtsinë këtë dunjë e ditën e gjykimit. E vëllezërit tonë në Palestinë, Allahu xhallahu i shpëtoft, i rahatoft. Sa me të vërtet është e tmerrshme ajo që po shohim, por te Allahu e kemi shpresën e madhe se ai gjak i derdhur nuk do të shkon kot. Ato vuajtje nuk do të shkojnë kot. Ai mjerim që ata e kanë përjetuar, ai frikë që e kanë përjetuar, rrugën fëmia e gratë, e dvobektit, e të mirët nuk ka më shku kot. Allahu e din më së miri se si do të merr hak për ta, po ne jemi të bindur se askush nuk ka mundësi me kalu i pandërshkuar për zullumin që ka bu. Herdo kur do, edhin Allahu kur edhe si. Mirë, po askush nuk ka mundësi me i shpëtu drejtësisë hyjnore edhe gjykatës së Allahut te bareku teala. Pse në dunjë drejtësia shpeshherë është selektive, edhe gjykimet janë selektive, po në dunjë jem. Nëse Allahu xhallahu ala gjykatës suprem, ai do t'i jap hakun çdo kujt, kur do koftaj, që ka bëu zullum e ka shkel mbi dinjitetin, mbi nderin e gjakun të pafajshmeve. Allahu na ruaj nga keqja, nga e liga, na mbrojt Allah nga zullumçarët, na mbrojt Allahu te bareku teala nga keqbërësit, kurrë që na rrezikon. E lutim Allahun xhallahu që kurrë që na rrezikon në familjet tona, në nderin ton, në pasurinë tonë, në rahatin tonë, në sigurinë tonë, në dheun tonë, Allahu xhallahu na mjafto kundër tyre. Allahu na ruaj nga sherrët tyre. Qoftë të jenë të brendshëm apo qoftë të jenë të jashtëm. Lutuni për vendin tonë, lutuni për siguri, për rahati, nga se kemi shumë nevojë për lutje të tilla, veçanërisht në ditët e sotshme. Zoti ju lut në takimin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.